pistat, të paktën 2 kryesorët, ka qenë ajo që qarkulloi fillimisht për një sulm të mundshëm kibernetik në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike në Spanjë dhe në Portugali. Megjithatë nuk është konfirmuar si nga autoritetet në Spanjë ashtu edhe në Portugali se kemi të bëjmë me një sulm kibernetik që fillimisht u hodhën edhe pistat të ndryshme se mund të ishte organizuar nga Rusia apo edhe nga vende që konsiderohen armike të Spanjës dhe të Portugalisë, apo bëj fjalë për një mision sabotazhi. Dim që Rusia prej kohësh ka nisur dhe vazhdon ato që quhet luftë hibride kundër vendeve të Europës për t'i trazuar jetën normale si një shenjë hakmarrje për sanksionet që janë vendosur. Gjithashtu kemi të bëjmë edhe me një pistë tjetër që të paktën si për autoritetet ashtu edhe për ekspertet konsiderohet më e mundshme, ajo që këto defekte janë shkaktuar nga kushtet e çuditshme atmosferike në Gadishullin Iberik, që ka çuar kështu edhe në prishjen e këtyre linjave apo edhe në daljen e tyre jashtë funksionit.